Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, falenderoj të madhin Zot, mirësi dhe bekimet e tij qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Babu bayan wujuh al-ihram wa juz ifrad al-hajj wa tamattu' wal-qiran wa jawaz idkhal al-hajj ala al-umra wa mata yahilu al-qarin min nusuki. Sqarim për llojet e ihramit, pra haxhi ifrad, tek haxhi tamattu', haxhi me tirim ose me kthim normalitet, dhe haxhi qiran, haxhi me umrën bashkangjitur. Nëse lejohet futja e haxhit me umre dhe si sqarimi kur lirohet ai që bën haxhin e bashkangjitur. Haxhi është tre llojesh. Haxhi ifrad, që do të thotë njeriu shkon vetëm bën haxhin pa umre. E veç ihramin në miqat, shkon bën tawafin rreth Ka'bes. Dhe ditën e 8 shkon Mina, ditën e 9 shkon Arafat, gjun gurët, qeth kokën, bën kurbanin, s'ka kurban, ifradi nuk ka kurban, gjun gurët, qeth kokën, vjen bën plotson sa'in. Nëse ka bërë tawafin përpara, i lejohet, nëse ka bërë thjesht tawaf zjarre, bën tawafin e haxhit edhe pastaj sa'in dhe heq rrobat e ihramit. Ky s'ka kurban për të bërë asgjë. Quhet haxh ifrad. Bërja e haxhit vetëm. Ky rrin gjithë kohës në ihram. Nuk del nga ihram. Haxhi me lirim, që do të thotë veç ihramin, bën umre, qeth kokën mas umrës, heq rrobat e ihramit, vesh rrobat e zakonshme, pastaj ditën e 8, labbaik Allahumma hajjan, bën haxhin, vesh rrobat e ihramit, vazhdon si gjithë haxhit e tjerë. Haxhi qiran, haxhi i bashkangjitur me umrën, si bëhet? Vesh njeriu ihramin, bën umrën, qeth kokën, nuk i heq rrobat e ihramit. Rrin në rrobat e ihramit. Ditën e 8 shko në Mina, bën jetën e haxhit. Shkon në Mina, bën haxhin. Mina, Arafat, Muzdalifa kështu me radhë. Ky quhet haxhi qiran, haxhi i bashkangjitur me umrën. Pra haxh me umre të ndara, haxh me umre të bashkangjitura. Cilës lloj haxhit më i mirë? Dikush ka thonë është ifradi. E bë vetëm haxhin pa umre. Po pse? Ka thonë që shkojnë njerëzit sa më shpesh. Ti tha bë umren, bën dhe haxhin të mirë, bën atë. Kur ti biri, kur shkoj bë vetëm ifradin, të pritet mos shkoj bëj dhe umren. Logjika aty. Dikush tjetër ka thonë më i mirë është qirani. Po pse? Se kështu ka bërë pejgamberi ose haxhi pejgamberi sa që qiran, ka bë umren, si ka hequr rrobat e ihramit, pastaj ka bë haxhin. Dikush ka thonë është më i mirë ifrad, dikush ka thonë është më i mirë tamattu'i, që do thotë umre, lirohesh, pastaj haxhi. Haxhi ifrad nuk ka kurban. Haxhi qiran ka kurban dhe haxhi tamattu' ka kurban. Për mirë, qirani edhe ifradi edhe tamattu'i kanë kurban. Ku është dallimi mes tyre? Dallimi është në haxhin qiran, haxhin e bashkangjitur, rritur njeriu në rrobat e ihramit. Nuk i heq rrobat e ihramit dhe bën kurban. Ndërsa haxhi tamattu' i heq rrobat e ihramit, vesh rrobat e zakonshme dhe prap bën kurban. Thjesht lirimi. Ai që bën haxhin qiran nuk lirohet, ai që bën haxhin tamattu' lirohet. Por në fund fare të dy duhet bëjnë kurban, të dy duhet bëjnë një kurban. Dhe dikush ka thonë haxhi më i mirë është haxhi tamattu'. Argumenti, dhe kjo është më e saktë nga të gjitha mendimet, sepse pejgamberi sa i ka urdhëruar sahabët që kishin bën niyet me bë haxhin ifrad ta kthejnë në umre.
dhe pastaj të bëjnë haxhin më mrapa. I ka urdhëruar. E dyta, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po të jetoja sa kam jetu, pra po të kishte jetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe 63 vjet të tjera, do ta bëja gjithmonë haxhin të mëto. Pra do ta bëja haxhin umre, pastaj haxhin. Kjo i ka shtyr një pjesë të mirë dietarëve që thonë se është të mëtuari, pra umre, lirim dhe kthim normalitet, pastaj haxhi është haxhi më i mirë, që është më saktë. Dikush vetë dietarëve bën përjashtim dhe thotë që është më e mira po më i kusht nëse njeriu nuk e ka marrë kurbanin nga shtëpia e tij. Nëse njeriu e ka marrë kurbanin nga shtëpia e tij për në Qabe, atëherë më i mirë është ta bëj haxhin qiran. Argumenti, pejgamberi sa se që urdhëroi njerëzit ta kthejnë ifradin në umre, pastaj të bëjnë haxhin, vetë nuk e bënin gjë të tillë. Vetë nuk e bënin. Atëherë kanë thonë, më e mirë është njeriu ta bëj haxhin të mëto, përveç se nëse e merr kurbanin nga shtëpia e tij për në Qabe, atëherë këtu në këtë rast thonë më e mirë është që ta bëj qiran. Atë këto janë llojet e haxhit, pra haxhi, domethënë vetëm haxhi me umre po me lirim dhe haxhi me umre pa lirim. Haxhi i parë s'ka obligim kurbanin, haxhi i dytë dhe i tretë kanë për obligim kurbanin, më e mirë është që njeriu ta bëjë haxhin me lirim, umre, përveç se nëse e sjell kurbanin nga shtëpia e tij për në Mekë. Atë këtu ka sjell hadithet, argumentet. Nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se dole me pejgamberin për haxhin e lamtovnjës dhe e bëm niyetin për umre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka marrë me vete kurbanin, atëherë le ta bëj niyetin, pra haxh me umre. Dhe pastaj nuk lirohet derisa të lirohet për të dyjave bashkë. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. Kush ka marrë me vete kurbanin le ta bëj haxh me umre, pra ai haxh me umre i bashkangjitur pa lirim. E pastaj lirohet kur të lirohet për të dyjave. Pra nuk e heqi ihramin, po lirohet kur të lirohet për të dyjave. Kur lirohet haxhin? Ditën e 10, me 10 Dhulhixhe, ditën e Kurban Bayramit lirohet haxhi. Shkum me Mekë, thotë nëna besimtarëve, nuk e bëra tawafin, thotë rreth Qabes, as nuk e bëra ecjen me Safas dhe Merves. Edhe u ankova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash për gjendja ime është e tillë, më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unqudhi ra'saki wa tashiti wa ahilli bil hajj wa da'i al umrata. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lirohu, bëj niyetin vetëm për haxh dhe lëre umren. I tha Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Kur mbaroi thot haxhi, më tha pejgamberi sa se mu dhe vllajt tim Abdurrahmanit kur kalum afër vendit të quajtur Tenaim, është xhamia Aishës sot. Ajo vendi është xhamia Aishës sot në Mekë, quhet Tenaim. Kur ishim aty thot në Tenaim, më tha pejgamberi sa se këtu bëje umren. Këtu bëje umren, pra dil këtu dhe bëje umren, sepse gjithë bën umre me haxh, ndërsa nëna besimtarëve bënin vetëm haxhin. I tha pejgamberi sa se bëje këtu, edhe kanë shkuar nëna besimtarëve dhe ka bën niyetin e umres nga xhamiat nga Tenaimi, që më vonë aty pastaj është bërë një xhami që ka me xhamia Aishës. Atëherë thotë nëna besimtarëve, bën njerëzit umren, pastaj kalun në lirim, pastaj por kanë thot nga Minaja kanë bë tawafin e haxhit edhe sa'in. Nëna besimtarëve që tash tregon, kemi dalë me pejgamberin sa në haxhin e lamtumjes, e bën njerëzit niyetin për umre dhe e bën njerëzit niyetin për haxh. Pra kishte për aty që e bën niyetin
për umre vetëm dhe kishte për aty që bën niyetën vetëm për haxh. Derisa erdhën në Mekë. Kur erdhën në Mekë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Men ahrama bi umratin wa lam yahdi fal yuhallil ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه." Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kush e ka bën niyetin për umre dhe nuk e ka marrë me vete kurbanin, atëherë le të lirohet. Dhe kush ka bën niyetin për umre dhe e ka me vete kurbanin, mos lirohet derisa të thërri kurbanin. Dhe kush e ka bën niyetin për haxh, le ta plotësoj haxhin e tij. Tregon nëna besimtarëve dhe thotë: "Mirë, po unë thotë më zuri koha e menstruacionit dhe mbeta ashtu deri ditën e Arafatit. Dhe s'kisha mundësi me bë umre. Më urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të lirohem dhe të bëj vetëm haxhin dhe mos ta bëj umren." Dhe kështu veprova, derisa mbarova haxhin. Pastaj çova vllajën tim Abdulrahmanin për ta pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ta bëj umren nga Tenaimi. Gjithashtu nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha thotë ndolëm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe mendojshim se duhet bërë vetëm haxhi. Dhe kështu vepruam, bëm haxhin. Dhe hyni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te çadra ime dhe unë po qajsha. Thotë kush në besimtarëve po qajsha. Më pyeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ma leki an ufisti?" Çfarë ke tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Çfarë ke Aisha? A më zvallë ka ardhur koha? Tha po. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Inna hadha amr katabahu Allahu ala banati Adam. Faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra an la tutufi bil bayt." Atëherë, kjo është një çështje që Zoti e ka bërë shkruar për gratë, për vajzat e Ademit. Prandaj bëj çfarë bën haxhiu, por mos bëj tawafin rreth Ka'bes. Pra Arafatin, Muzdalifën, bëj gjitha përveç tawafin. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, bëri kurban për të gjitha familjet e tij me një lop. Lopa është për sa? Lopa është për 7. Edhe në haxh, një lop vlen për 7, edhe një në haxh, një deve vlen për 7. Një dele vlen për një familje, një lop vlen për 7 familje, dhe një deve vlen për 7 familje. Po edhe në haxh, një dele vlen për një person, një lop vlen për 7 persona. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë thotë një lop për të gjitha gratë që ka pas me veten haxh. Pra vet i shtati. Ai ka bërë dhe sa tjera ka bërë. Sa kurbane tjera ka bërë, përveç kësaj lopës. 63. Kur ka thërë 63-ën, e kalon therjen Aliut, radhiyallahu anhu, e ka plotsu 100-shën. Pra pejgamberi sa se në haxhin lamdumijës ka bërë 100 deve kurban. 63 ka thërë vetë, dhe pjesën tjetër e kalon Aliut, radhiyallahu ta'ala anhu. Po kështu hadithi tjetër, hadithi Aishës radhiyallahu ta'ala anha, pra në mikun ma'ahu hadi, fa ahabba an yaj'ala umratan falyaf'al, wa man kana ma'ahu hadyun fala. Kush ka marrë me vete kurbanin, kush nuk e ka me vete kurbanin dhe dëshiron ta bëj umre, le ta bëj, dhe kush e ka me vete kurbanin, atëherë mos ta bëj umre, pra me kuptimin mos lirohet. Derisa u fut një ditë të kundërta pa duke qenë i njëjti hadith. Në transmetim tjetër i tha vllait tim thotë dil me motrën tënde jashtë haremit të bëj niyetin e umres dhe kur të marroni takohemi në filan vend dhe kështu vepruam thotë nëna besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kjo hadithi Aishës që ka përsëritur shumë. Vjen hadithi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu thotë dhe Xhabiri sa për dieni është nga transmetuesit më të mëdhenj të hadithit të haxhit. Për këtë arsye njëri prej dietarëve të mëdhenj Sheikh Albani Zoti mëshiroft ka bërë një libër thotë Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Xhabir ose mustawhat në hadith Xhabir.
pra haxhi pejgamberit sa marr nga hadithi i Xhabirit radhiyallahu anhu. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala tregon se thot bom niyetin për umre, unë bashkë me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishte prej nesh kush e bonte haxhin tek dhe kishte prej nesh kush e bonte haxhin me umre. Derisa arritëm thot në Mekë ditën e 4 të Dhulhixhes. Kur erdhëm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: lirohuni nga ihrami. Mirë po disa thot për sahabëve nuk u lirun nga ihrami. Pra marrun umrën, po dëshin me net ashtu në ihram. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ai Xhabir thot menduan se nuk është urdhër i prerë. Pra se kundërshtu po menduan se më thonë, më e mira me e bëhet punë. Menduan se nuk është urdhër i prerë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qad alimtum anni atqakum lillah wa asdaqukum wa abarrukum wa lawla hadyi la halaltu kama tuhillu falaw istaqbaltu min amri mastadbart ma ahdayt." A e dini se njëri që më shumë i friksohet Zotit dhe më i sinqertë dhe më adhuruese, si më thënë, me Zotin jam unë në mesin tuaj, mos ta kisha marrë kurbanin me vete, do ta kisha bërë edhe unë lirimin. Prandaj lirohuni nga ihrami. Nëse unë do të jetoja sa kam jetuar, nuk do të kishta marrë kurban me vete. Nëse do të jetoja sa kam jetuar, nuk do të kisha marrë kurbanin me vete. Do më thonë do ta bësha umrën, pastaj lirim, pastaj haxhin. Pastaj thot fa halalna wa sami'na wa ata'na. Dolëm thot nga ihrami, e dëgjuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u bindën fjalës së tij. E marrim këto. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon gjithashtu se Ali radhiyallahu ta'ala anhu nuk ishte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ishte Ali radhiyallahu anhu? Në mësimet e sirës, kemani men? Ali radhiyallahu ta'ala anhu kishte shku, kishte ndodhur diku një debat që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas haxhit, për kë jam unë veli, Ali është veli i velit i dhe dirhum. Aliu që shku me i ven atje dhe kështë thonë atyne, nga pejgamberi sa se silbi një të pestën, në kur shjeti i kështë thonë ato, e kështë plasë debati më, e këshin marë personale ato. Dhe pejgamberi sa se majti një fjalim dhe tha, për kë jam unë kujdestar dhe udhëheqës është Aliu, dhe Allahu ta'ala, me kuptimin Aliu nuk ka fol nga vetja e tij. Mas në ngjarjes Aliu ka qenë shumë i pikëlluar, të priste këtë lloj reagimi nga njerëzit. Ka ardhur për haxhin, po haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Aliun: "Bima ahlalta ya Ali?" Si me çfarë haxhi duhet bë? Tha Ali radhiyallahu anhu: "Bima ahalla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Aliu e kishte bën niyetin: "O Allah, Zotin, po e bëj haxhin siç po e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nuk e di se po e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo e bën ifrad, apo e bën me lirim, apo e bën me të ngjitur khira." Atëherë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë me kurban dhe rrin ihram mos e hiq. Pra boj umrën, rrin ihram derisa të marrë. Dhe kështu bëri Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ka dhe një hadith tjetër të Xhabirit që thot: "Lo istaqbaltu min amri", pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lo istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdayt wa lawla anna ma'i al-hadi la ahlalt." Po të kisha jetuar sa kam jetuar, nuk do të kisha marrë kurban, dhe po vetëm se fakti se kam marrë kurbanin, për ndryshe do të isha bërë i liruar, pra do të kisha bërë tamattu.
Subhanallahu, interesante. Thot një transmetimi i fundit, kur bëhet fjalë për hadithin e Aishës që ka bërë umrën nga Teneimi, e ka pyetur, thot, Suraka ibn Malik, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Aqaba, ndërkohë që po gjyshin gurët, elekum hadhihi khasatan ya Rasulullah, kjo është e veçantë për ju o pejgamberin e Zotit? Tha jo, la bel ila al-abad, jo, nuk është e veçantë me që jam unë gjallë, por kjo është deri në ditën e Kiametit. Kështu që shumë transmetime ky kapitull, po e mbyllim pra me këtë që të gjitha llojet e haxhit janë të lejuara në mendimin më të saktë. Haxhi më i mirë është haxhi te Mekka. Wassalamu